Ka streset, mi kërkeset e veta, normalisht dhe mosha, pasi dhe vuan nga zemra pasi është bërë dhe operacion. Ka 2 dosje për ngjarjen e tij, një për shkelje të hapësirës shqiptare dhe një për trafik të lëndë narkotike. Apo ato konkretisht zyrtarisht pra. Prokuroria ka ngrit një alibi në momentet e para dhe ajo është pjesë e dosjes së fashikullit të dimor. Pra nuk ka 2 akuzat deri në këtë akuzë, ka ngrit një pretendim në dyshim të arsyeshëm të pabazuar në prova dhe fakte. Thjesht fakti real është që shtetasi është ulur për një emergjencë defekt që ka pasur në avion. Kaq. Është ulur në një pistë improvisuar për nuk ka bërë ulje për pista. Ka qelluar që avioni në ato momente bë televizje dhe nga defekti ka gjetur hapësirën e parë të mundshme që është ulur. Pas ekspertëve që kanë qenë vendin e ngjarjes, defekti në avion e ka pasur në momentin që është mbulur një prej rrotave më shumë se të tjera dhe përpasoj ka ikur zvarre më shumë se 150 metra. Tani ju keni qenë në momentin e parë, keni pa dhe filmimet janë dhe publike, nuk mund të i shtrembërojmë. Ka bërë lëvizje dhe në momentin e ngritjes defektin, pra ai nuk ka bërë ndalesë, është thjesht një lëvizje që ka bërë për defektin që ka psuar avioni dhe për të ngritur. Nuk ka bërë ndalesë për të bërë ndalime apo alibi të tjera që janë hedhur këto ditë në media. Gjatë deklaratës të tij, ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se shtetas italian kishin në telefonin e tij celular numrat të pushtetarëve aktualisht në Shqipëri. Tani çfarë kanë komentuar ish-kryeministrat ose ministrat ose persona të tjerë është vërtet. Në telefonin e shtetasit Guido Guidi janë gjetur vetëm numrat e familjarëve dhe të afërmit të tij, as një numër tjetër. Dhe s'ka lidhje as lloj numri tjetër që pretendohet dhe hidhet alibi. Nuk ka asnjë lloj emrash politikanësh VIP ose lidhje tjera. Pra gjithë numrat e telefonit janë numra italianë.